Jo vetëm Tirana, jo vetëm qytetet nëpër Shqipëri, por edhe diaspora janë ngritur në protesta të fuqishme. A e shikoni se sa shqiptar janë larguar nga Shqipëria? A kanë dashur vetë këta njerëz të largohen nga ky vend, apo janë detyruar të largohen për mungesën e punës, për mungesën e të ardhmes, për mungesën e shpresës, për me mungesën e të ndërtuarit një familje? Sa shumë shqiptar kanë parë këto ditë të protestojnë nëpër shtetet ku ata jetojnë? Sa shumë shqiptar janë? Sa shumë shqiptar të rinia në Tiranë është duke protestuar? Po protestojnë edhe qytetet të tjera nëpër Shqipëri. E gjitha kjo frymë, e gjitha kjo çfarë po ndodh është historike, nuk ndodh për herë të dytë. Nuk duhet ta humbasim momentin, duhet i bashkohemi. Ditën e sotme është thirrur një protestë mbar kombëtare në Tiranë. Qytetet të cilat kanë protestuar, ata njerëz të vinë në Tiranë, të mundohen të vinë në Tiranë, të organizohen, të bëhen bashkë. Do duhet që sheshi, bulevardi Dëshmorët e Kombit e sheshi Skënderbej të mbushet plot e për plot me shqiptarë të cilët duan që këtë vend ta shohin ndryshe. Jo më të korruptuar, jo më të vjedhur, jo më të përçar, jo më të përdorur për interesa personal, për të shitur e për t'ia dhënë oligarkëve, për t'ia dhënë individëve të caktuar që ata ta shfrytëzojnë. A ke arsye ti për të protestuar sot? Për shëndetësinë. Nuk ka ilaç në spitalin onkologjik. Të gjithë nuk dim çfarë mund na ndodh nesër, mund të smuremi e mund të përballemi me atë spital. Ata të cilët janë përballur e dinë me çfarë janë përballur. Ka mungesa analizash, ka mungesa trajtimesh, diagnostikimesh, po të ra goditja në kokë, vdes, nuk ke shanse, pajisja ka 2 vite e pa punë. Do duhet shkosh në privat ose të ikësh jashtë shtetit, por nuk pret goditja të merr jetën, ose paralizohesh ose vdes, 2 mundësit kanë mbetur. E gratë të cilat vojnë nga kanceri ginekologjik nuk kanë brakjeterapi. Do duhet edhe ato të presin dhe të luten që mos t'i rikthehet smundja e keqe, që në probabilitet shumë të lartë i rikthehet nëse nuk bëjnë këtë trajtim. Po arsimi, ku është arsimi sot? E kanë vrarë arsimin në Shqipëri. Po rritja e çmimit të apartamenteve, a mundesh do të ndërtosh një jetë me këto çmime? Apartamentesh, po çmimet e ushqimeve, po çmimet e karburanteve. Ne vendi që kemi çmimin më të lartë të karburanteve në rajon. Po pensionet, prindërit tanë, gjyshërit tanë nuk mundet dot të kalojnë muajin pa ndihmën tonë. Pak leku mbeten për ta sepse duhet t'i çojnë ke ilaçet për vizita, për analiza, se nuk i bëjnë shtet dot. Si dia bëjnë këta? Prandaj janë 1000 arsye që do duhet protestojmë. Dhe t'i bashkohemi kësaj proteste qytetare, kësaj proteste jo thirrur për partitë politike, se për herë të parë qytetarët po mblidhen jo se i thrasin partitë politike, po se i thret Shqipëria, i thret halli i tyre, i thret situata që ata po kalojnë, sepse ndryshe gjithë duhet largohemi, sepse këtu e kanë kapur këtë vend, e kanë kapur për fyti disa individë që shfrytëzojnë e mielin, i vjedhin pasuritë natyrore, që abuzojnë me parat tona. Është koha të gjithë të jemi bashkë. Vetëm kështu mund ta fitojmë betejën për Shqipërinë e re.